Ish deputeti i PS-s Spartak Braho akuzon kreun e PD-s Sali Berisha se po nxit destabilizim për interesa personale dhe për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Në një intervistë në Studio Live në Report TV, ai deklaroi se protestat e thyrura nga Berisha janë të dhunshme dhe nuk i shërbejnë objektivave të opozitës, por forcimit të pozitës së tij politike. Braho pretendon se në Tiranë funksionojnë 3 qendra për prodhimin e molotovëve, të cilat sipas tij veprojnë në drejtimin e Berishës. Ai thekson se përdorimi i këtyre mjeteve rrezikon jetën e policëve dhe përfshin edhe të mitur. Sipas tij, thirrjet për kryengritje paqësore bien ndesh me aktet e dhunës dhe organet ligjzbatuese duhet të ndërhyjnë për të identifikuar përgjegjësit. Braho e konsideron të pajustifikuar faktin që Berisha ka vijuar aktivitetin politik ndër vite duke lidhur këtë me sipas tij dobësinë e majorancës dhe të drejtësisë, veçanërisht pas ngjarjeve të vitit 1997 dhe 1998. Ai shton se ndryshimi i elitave drejtuese si Majtas ashtu edhe Djathtas është i domosdoshëm për zhvillimin demokratik të vendit. Në lidhje me ndryshimet e propozuara nga PS në kodin e procedurës penale, Braho i cilëson ato si të panevojshme dhe pa efekt real. Sipas tij, këto ndryshime nuk e pengojnë SPAK të vijojë hetimet ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai argumenton se hetimi duhet të shkojë deri në fund dhe se vetëm vendimi përfundimtar i drejtësisë do të përcaktojë përgjegjësinë.